Edhe jetoj në Prishtinë, kom jetu dhe në Belgjik, më shumë të 25 vite, jam kthy me vetë dëshirë me kontribu në Kosovë. Krahasoj me Belgjikën, ka dallim. Gruaja është ma diskriminune, fjala gruas është sikur ma pa vlerë. Gratë janë ma burra, janë ma punëtore, kanë misione. Gratë edhe vajza këtu mendoj unë që presin prej tjerëve, nuk kanë mision të arrijnë vetë gjanat. Punojmë bashk, punojmë, nuk është më koha burri që ka dalë me mbrojt gruën prej loanit, prej tigrit, dhe kema atë kohë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Si po kalon? Mirë shumë, Po bukurit. historinë mirë duke sa? Jo, mirë shumë, po. Ka pra vini? Jam prej rrethit Travesit, Ratkufsit, edhe jetoj në Prishtinë, kom jetu dhe në Belgjik, më shumë të 25 vite, jam kthy me vetë dëshirë me kontribu në Kosovë. Si ndodhi kjo më kthy? Ndodhi sepse atje nuk kam marrë këtë gjumi mirë, këtu më mirë. Gjeni kjo. Kjo është gjumi shumë, edhe jo, gjithmonë ka tërhek vendi me kom dashtë edhe s'kom mujt me gjetë vetën. Kemi qenë detyru me ikë, kupton, jo me vetë dëshirë, kështu që mandej edhe s'kom mujt me adoptu. Tash jam shumë mirë. Shumica ndrojnë me shku në një vend, mu zhvillu, me bo karrierë, me punu, me arrit. Më pëlqen që e ke marrë atë guximin me orë këtu. Po, ku marrë guximin sepse du më shumë këtë vend edhe karrierën e kum arrit të gjitha atje, por dëshirën me jetu kum pas gjithmonë këto. Edhe jam e lumë për që jam këto për E besë. gjithë familja, fëmijët E kom lanë vajzën atje, familjen, gjithë jam këthy vetëm, këtu i kom o gjallart, kujshit, shkoj. Jo, me bashortin si jam. Jo, bashortin nuk jam kthy, po bashorti këtu. Këtu ka qenë? Po. Interesant për distanca me juve. Si ka Po, qenë normal. këtu? Mirë, shumë mirë. A keni Nëse të menaxhu mirë? ndërkohë se tash ti bore pyetjen që duhet histori me ta tregu, Po, për jo, bashorti nuk ka qenë, bashortin e kom gjetë këtu. E ke gjetë këtu? Po. Po do të keni, do të thonë ai ka jetu këtu? Po. Ju keni jetu atje? Po. Si keni mujt kështu? Këtë distancën me menaxhu, a ke pas? Jo, bashortin ku kom ardhur kom gjetë këtu, apo kupton? Po. Po. Do që keni, do të thonë ka jetu ai, ju atje keni jetu. Jo, disha më thonë që unë nuk është shpërngul edhe ai, në sipër. rregull. Nëse u ka shkëptur, po. Kur qëtë, Nëse. a pra tregoni sot një grua, sa ka dhe më thënë ndryshim, ose a pra tregoni që a ka parazi mes një gruas dhe një burrit? Sa po ndallime? Tash, unë jam hala fillestare këtu, gjithmonë po krahasoj me atje, Po. edhe nuk guzoj me bë, po nëse krahasoj me Belgjikën, ka dallim. Gruaja është ma diskriminune, fjala gruas është sikur ma pa vlerë, shoh që punoj kështu edhe me shoqata, bëjmë disa projekte kulturore, e shoh mrena kolektivit se si shkon. Mandej por e shoh që edhe gruan nuk krahasot me atje. Gratë atje janë ma burra, janë ma punëtore, kanë misione. Gratë edhe vajza këtu mendoj unë që presin prej tjerëve, nuk kanë mision të arrijnë vetë gjanat. Edhe kjo mandej e bën mu diskriminu, mendoj unë se Kjo që një sigur tani grua është që në krah një burrit duhet më shumë presin më shumë prej burrit ose vajzat presin më shumë prej familjarëve, atje është e kundërta. Atje dalin vetë, edhe dojnë t'ja dalin vetë. Kjo nështë është bën gratë ma me pak vlerë, mendoj unë e sa. Varu një grua në vendin ku qenë ti atje, se këtu një dallim apo për shembull që mund të gjithë shka me po Patjetër se ka, atje nështë ajo kanë mundësu dhe kushtet e kanë ma letë që me qenë pavarën. Këtu është ma vështirë me mbijetu vetë dhe patjetër që tu t'janë të varën prej bashortit ose prej prindërve. Po sa i përket diskriminimit, ka të bëjë edhe shumë gjëra tjera. Si janë këtu na jemi në Kosovë ku janë shumë përzinë edhe kultura të ndryshme që ndikojnë shumë. Atje nuk ndikojnë kultura, janë njerëz të barabartë. Ta pranojnë ty mendimin tënd, po edhe janë shumë sinqert me ta thonë, mirë kjo ose nuk është e mirë, a u kupton? Këtu na i përshtatëm njëra tjetrës. Unë vetë di gratë, jam përthasu gratë këtu që gruaja ja tregon grus ku ka vendin, a di kështu? Di gru dhe aty je. Po, atje jo. Atje je. Gru duhet të ecë shumë më përpara, duhet ta kesh synim, jo më kanë varën e pi burrit.
Kjo. A duhet me qenë një grua e mbarut për një burri? Jo, absolutisht. Si burri, si gruaja jem dy njerëz. Na punojmë bashk, punojmë, nuk është më koha burri që ka dalë me mbrojt gruën prej loanit, prej tigrit, dhe kema atë kohë, se ka qenë me i fuqishëm. Sot jem barabart, edhe mendoj që një gru mundet m'ja dalë vetë, në çdo aspekt. Edhe është shumë mirë m'ja dalë vetë, se edhe po ma me moral mendoj unë kështu. Kaq. Çfarë bën një grua të moral, pas te me qëra fjala? Mi grua të moral që e bën, nëse ajo është e pavarur, nëse ajo është e drejtë për drejtë në biseda, nëse ajo punon për veti dhe i rrit fëmijën që është të rrit vetë, a kupton? Jo më përshtat kulturës, jo më përshtat kohës, po thjesht edukon një fëmijë që është eduku vetë. Na e kemi dalë gjithmonë gjenerata jonë ja ka dalë më shumë se gjeneratat e reja. Pse? Sepse edhe lufta na ka imponu që nuk kemi pas. Edhe kemi qenë të unë me pas. Edhe kjo na ka dhënë synim me ecë përpara. Kështu që shumë e lehtë kem na me eduku dhe fëmijët tonë vetë arrit. Përgjithësit me marrë vetë. Përgjithësit. Po. Apo konsiderohet një grua sot akoma tek në vendin jonë si shërptore apo trajtohet në disa familje kështu? Jo. Ka ndryshu. Jo, këtë aspekt, se përket në shtëpi ka ndryshu gjana, nuk e di na përkatun dhe na përkatun dhe ka ndryshu, nuk është sikur para luftës, se unë krahasu vetëm para luftës si ka qenë. Nuk është ashtu, ka ndryshu gjana, tash edhe gjeneratat e reja ma bashkëpunojnë bashkë me njëri tjetri, po prap e kanë ato një burri ti e gruaja. Pse kjo? Sepse ka të bëjnë kultura, mentaliteti, edhe mentaliteti përzidh, mandej na shkollimi, gratë janë më pak shkollume, burra gjithmonë i kanë dhënë më shumë përparësi. Po mendoj gjeneratat e reja kanë me mendu krejt ndryshe. Pse një grua të ketë më pak përparësi se një burr? Po ka gjithmonë me lidh me histori, burri ka na që punon, gruaja ka na shtëpi, edhe burri ka përpara, burri ka marrë familja, ka përparësi, a kupton? Kjo mendoj që këtu sa më duhet më ndryshu, dhe kanë më ndryshu. A pengon ty si grua kjo? Tash më ndryshu? Jo, tash jo, se unë isha përmisi me këto dhe nuk më pengon, thonë shumë mirë janë të shku, se unë krahasoj që kom lanë, adin, po më dhe isha ndryshimin e mirë. A nuk e krahasoj me Belgjik, jo, atëherë thamë na jem shumë gabim, shumë ngadale, me hapa ngadalë shumë shkojnë si gru. Çka kemi diçka hapa ngadalshme në krahasoj me Belgjikën atje, një grua për shembull, nëse do të shkojnë më zhvillu më lart, me hecë përpara për shembull. Ka mundësi të më shumë atje? Me marrë vendimet e vet, pa pëlqimin edhe me kundërshtimin e burrit, me marrë vendimet vet. Po mendoj që e kish ndryshu dhe mendoj unë. Nëse kundërshton burrin, jo nuk kam synim këtë punë edhe do më arrit. Se gjithmonë gratë ja kanë dalë, E kanë ndryshuar. Po, kanë ndryshu. Gjithmonë edhe gjyshët tona kanë ndryshu, kanë përparu. Kur a dëgjosh gjyshja një shtëpi ka hes përpara, që thonë na kem pas çdo aspekt ka qenë ajo shtëpi më e ngritur. Sepse gjyshja ka ajo që ka menaxhu. Vendimi më i vështirë ditën tonë, a ke pasur vendime të vështira? Se ka qenë një vendim më të vështirë? Si grua? Ti, që ke pasur? Po, si grua, një vendim të vështirë që ke pasur. Mendim vështirë ku kom ikë për Kosovë. O dash me shku mas babit tem, kom dash me qëndru këtu. Ne kemi qenë edhe me të përfshin në QK, edhe dash me shku me ikë. Aty ka qenë shumë vështirë dhe kur si jam pajtu me atje. Gjithmonë më ka bëja më këthy. Kjo ka qenë më vështirë se kum dash vetën atje. Mandena t'imponohet jeta atje, desa stabilizon të gjithë, familja dhe që kanë vazhdon mandej. Kjo është e keqe se adoptohem me diçka që nuk na pëlqen. Në fund, dita grave, një mesazh dita vajzave që kam i shërby shumë për jetë, çfarë kush e thon? Po, kënë vetvetja, kënë synim për jetën, mos përshtatën njëna tjetës, shaflet tjetat pajtohen me ato që nuk është, po të tregojnë mendimet e vetët, edhe nëse o kundrët me mendimin tjetër, ta tregojnë mendimet që jenë sigurta për ato që dojnë. Edhe kështu ta ka arrin pa tjetër.
Ishte shumë gracie shijova këtë intervistë. Të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit. Gjitha ato që ki dëshirë mi realizu të realizofshin. Edhe juve, shëndet, gjitha të mira për këtë vit. Faleminderit.